Meditimi. Meditimi është një mënyrë, një metodë se si të arrim deri te një paqe e mbrendshme, mendore, psiqike dhe pastaj edhe fizike. Por a thua ne muslimanët para se të dëgjojmë për këtë meditimin budist apo që psikologjia moderne tani e përdor, a kemi ne muslimanët, a kemi pas ndonjëherë ndonjë lloj meditimi? Me siguri se po. Shtohet pyetja, ne kur falemi 5 herë në ditë dhe bijem në sejdë, në sejdë, në ruku, këto janë lëvizjet të cilat ne përmes, sidomos lëvizja e sejdës, përmes sejdës ne i largojmë të gjitha streset brenda ditës. Pra, nuk ka thonë Zoti që për shembull të falim namaz një herë në javë. Jo, por ne kemi nevojë që 5 herë apo në 3 kohë i bashkojmë namazet 5 herë apo 3 herë brenda ditës ne bijmë në sejdë që pak të shkëputemi nga kjo botë. Për arsye se angazhimet e mëdha dhe harresa ndaj vetes tënde, se edhe ajo ka nevojë që ta ketë një relaks, neve për shkak këtyre angazhimeve ne harrojmë të shkëputemi nga kjo bota materiale. Por ka edhe të tillë që e falin për shembull namazin, por e bëjnë me rituale të ndryshme, i ngrisin duart, i lidhin apo i mbajnë për trupi, shkojnë sejdë, i bëjnë jado lëvizje të cilat nuk e kanë efektin e meditimit. Madje ka raste njerëzit kur i falin, jo që jam të lodhur, por i falin rekatin e 3 dhe të 4 ulur në sejdë, nga se edhe ekziston verseti kuranor që mund të falim namazin edhe ulur, madje edhe të shtrirë, por në raste të posaçme. Pse disa persona e falin rekatin edhe 3 dhe 4 ulur? Ndoshta ndonjëherë ka më shumë nevojë për koncentrim dhe kur është i ulur është më afër tokës. Po merreni me mend kur ne bijemi në sejdë dhe ç'a thot Imam Aliu? Po ta kishte ditur njeriu se sa të mira zbrazën mbi kokën e tij nga Zoti, po sa i dobishme është sejdja, ai kurr nuk do ta ngrinte kokën nga sejdja. Prandaj, miq të nderuar, përveç sejdës e cila e zbraz, na mundëson që ta zbrazim një energji negative, që të humbim të largohemi nga ajo lidhja me gjonat materiale, namazi është një vepër adhurimi më i dashur si për njerëzit, ashtu edhe tek Zoti, ashtu edhe tek engjujt, të cilët menzi e presin që një besimtar të bën connection, lidhje me Zotin. Por, si që thash në fillim, lidhjet nuk bëhen vetëm me lëvizje, por lidhjet bëhen me meditim, me frymarrje. Meditimi ka lidhje me frymarrje. Psikologjia moderne e numëron meditimin jo me mendu, po asgjë me mendu, ndërkaq psikologjia islame na mëson se na asgjë nuk duhet të mendojmë përveç se bashkëbisedimin me krijuesin ton, dhe ato me fjalën e krijuesit ton, me fjalën origjinale. Prandaj unë do ta lexoj surën Fatiha, që është Fatiha pa ilhami, që kemi të njohur, si lexohet gjatë namazit të vërtet i cili përmban në vete meditim. Zakonisht frymarrja në psikologji shkon, e marrim frymarrjen thellë, jo me gojë, po me hund, pastaj e majmë ja 5 sekonda edhe e qesim jashtë nga goja. Pra, nga hunda e marim,
në këtë mënyrë bëhet meditimi. Ndërkaq, në meditimi sipas mësimeve islame, përmes namazit apo pas namazit me zikër, e njëjta mënyrë bëhet me frymarrje, mirë po frymarrja jon plotësohet në çdo qelisë të trupit me fjalën e Allahut. Për shembull, kur jemi në namaz, mos e bani namazin vetëm me lëvizjet e muskujve. Prandaj, kur jemi në namaz, mos e bani namazin vetëm me lëvizjen e muskujve, buzëve, duarve, këmbëve, e kokës, etj., por lidhuni me Zotin përmes meditimit brenda namazit. E provojmë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shikoni pra, komplet frymarrjen e nxorra me ajetin kuranor. Pra sa më shumë që mundesh, edhe një herë prej fillimit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. E marim vremen me hund, e majmë një 5 sekonda mu koncentru cila sura është me rend, dhe pastaj nga dal e zbrazim frymën nga goja, por jo pa lexim të fjalës së Zotit. Pra të nderuar miq, ky është meditimi islam. Provojeni që ta falni namazin në këtë mënyrë, me frymarrje, të jeni të sigurt se do të ndiheni shumë ma lehtë, shumë ma të kënaqur me namazin tuaj, sepse edhe koncentrimi është në kohën e duhur, në lëvizjet e duhura, në frymarrjen e duhur. Mos harroni, bëni follow, bëni like.